Nga 200 aplikantë në shkallë vendit, të cilët kanë fituar grante pranë Agjencisë Kombëtare të Punësimit, 50 janë nga Shkodra, punë kërkues të regjistruar në drejtorinë rajonale të kësaj agjencie në Shkodër. Ato përfitojnë mesëtërisht rreth 1 milion lekë të reja për të hapur bizneset e tyre për projektet me të cilat janë shpallur fitues, ndërkohë që ka nisur dhe procesi i nënshkrimit të kontratave. Kemi mbetur të befasuar edhe ne nga planet e mira dhe fituesit që ka pas Shkodra. Janë 50 persona të cilët kanë fituar, shumica dorëmuese të tyre të ri, 21 janë persona deri 29 vjeç, janë pjesë e garancisë rinore dhe janë një numër goxha i lartë, janë 35 vetë të cilët janë në moshën më pak se 35 vjeç. Domethënë është një numër goxha i lartë dhe ajo që është befasuese për ne është pjesa e larmishmërisë si këtë vit asnjëherë tjetër, e larmishmërisë të llojeve të bizneseve, por edhe e përqendrimeve të zonave nga ku janë. Unë po ju jap vetëm disa shifra, për shembull, kemi 2 kemi biznese të reja që janë hapur në Malësi të Madh, fitues, 2 në Puk, 4 në Bashkinë Vallëdajs, 13 janë prej njësive administrative të Shkodrës dhe pjesa tjetër janë nga Shkodra, kuptohet se edhe ka dhe mbulimin më të madh. Disa nga fituesit treguan shkurtimisht për projekte që do të zbatojnë. Kam marrë arsimin profesional të termoteknikës dhe kam aplikuar si pa punë. Aplikova këto dhe dola fituesi i grantit. Shpresoj që kjo ka me kenë një lime male. Kam hyrë me idenë e biznesit dyqan hidraulike. Granti është i mjaftueshëm sepse është një lime male për ne si fillestar. Projekti për cilën jam përzgjedh fituese ka të bëjë për një qendër holistike, e cila quhet Stretch and Flow, që përfshin mendjen dhe trupin. Janë 3 praktika të ndryshme, yoga, fizioterapi dhe psikologji, të cilat do zhvillohen në një ambient të vetëm. Është një risi, pasi në Shkodër nuk ka një program të tillë që ofron të 3 praktikat në një vend, uroj që të ecin mbar. Konkretizimi i projekteve do ndiqet nga inspektorët e agjencisë me qëllim ofrimin e mbështetjes për problematika të ndryshme që mund të lindin gjatë këtij procesi. Gjatë 5 viteve të fundit në shkallë kombëtare janë evidentuar 636 persona të punësuar nëpërmjet projekteve të tilla, nga të cilët 158 i përkasin prefekturës së Shkodrës.